diferencojmë fjalën koeficient të ndërtimit me koeficient të cilësisë së jetesës. Ndërtimet e larta mund të jenë shpëtimi vetëm për disa lagje të keq urbanizuara të Prishtinës, për shembull kodra e trimave. Unë nuk jam asesi kundër ndërtimeve të larta, përkundrazi, për disa probleme urbanistike, mendoj që ndërtimet e larta janë zgjidhja vetme. Kodrën e trimave, mbase ka nevojë me ndërtu nga e para, nga infrastruktura nëntoksore dhe pastaj koeficienti i ndërtimeve të larta, i cili duhet jetë koeficient i cilësisë së jetesës. Qysh i bjen kjo? Tolerojmë lartësi të ndërtimit për të siguru hapësinë publike sa më të madhe, që ai që e blen banesën aty, që e siguron banimin me pas edhe parkun, edhe këndin e lojrave për fëmijë, edhe parkingun, edhe termokosin, edhe shkollën, edhe qerdhen, edhe shërbimet e nevojshme. Sot jetohet keq. Kodrën e trimave mora vetëm si shembull, po një pjesë e madhe e zonës urbane të Prishtinës, mbase 1/3 ose më shumë, jetojnë keq dhe kemi nevojë për zgjidhje. E këto zgjidhje kërkojnë edhe dialog politik, edhe bashkëpunim të gjitha partive të përfaqësuara në Asamblenë e Prishtinës.